Hetimet e disa vjeçare për abuzime me fondet e Bashkimit Evropian në kuadër të programit i parë duket se po hyn në një fazë përmbyllëse. Prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nisur zyrtarisht procedurat për marrjen e të pandeurve të parë, duke sinjalizuar avancimin e çështjes drejt gjykimit. Në këtë kuadër, biznesmeni Reni Ashiku është njohur me akuzën ndikimi palishëm, ndërsa dyshohet për rol në ndërhyrje pranë institucioneve për përfitimin e fondeve. Ashiku rezulton pronar i një kompanie shërbime zhbujësore dhe bashkëpronar në një kompani konsulence që sipas hetimeve lidhen me skemën e dyshuar të përfitimeve. Sipas gjetjeve të OLAF, një nga mënyrat kryesore të abuzimit me fondet i parë 2 ka qenë detyrimi i aplikantëve që të paguanin përqindje të konsiderueshme të grantit të tyre te kompanitë konsulencë të përzgjedhur paraprakisht. Këto kompani më pas ndërmjetësonin lidhjen e kontratave me AZBR-n, institucionin përgjegjës për shpërndarjen e fondeve. Megjithatë, roli konkret i Ashikut dhe përfitimet e mundshme nga kjo skemë mbeten ende objekt i hetimit, ndërsa pritet që prokurori i çështjes Klodian Brau të zgjerojë listën e personave në akuzë. Për momentin, SPAK nuk ka bërë publike detaje të tjera mbi hetimin. Më herët për këtë dosje është marrë në pyetje dhe ish-ministra e Bujqësisë Frida Grica, e cila është trajtuar si person që ka dieni për rrethanat e çështjes. Hetimi nisi pas kallëzimit të OLAF, e cila evidentoi shkelje serioze në menaxhimin e fondeve për bujqësi në Shqipëri. Si pasojë këtyre gjetjeve, Bashkimi Evropian vendosi të pezullojë financimin e programit i parë 3 me një vlerë prej 112 milionë euro, fonde që ishin parashikuar për mbështetjen e fermerëve shqiptar.